Ky është një vend i stabil dhe i besueshëm dhe në këtë botë mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Dhe jam shumë i lumtur që jeni këtu për te shakave që bëj me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkan Perëndimor, po edhe më gjerë, dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë. Dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate. Dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Dhe dua që të dini, të jeni të sigurt që ne si europian do të japim rezultate. Tashmë që kemi një linjëzim të fortë midis Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Pra ju lutem investoni në Europë, ju lutem besojini Europës, sepse kemi nevojë për besimin tuaj, për investimet tuaja, në mënyrë që të realizojmë këtë agjendë kaq ambicioze, sepse mendoj që është agjenda e dur jo vetëm për europianët, por edhe për rajonet e tjera, për të krijuar sa më shumë stabilitet. Faleminderit shumë zonja dhe zotrinj.